Në një zhvillim që ka tronditur spektrin politik amerikan dhe shoqëruar me heshtje të sikletshme në radhët republikane, rrjeti Fox News, deri dje bastioni i pathyeshëm i mbështetjes për Donald Trump, ka publikuar një sondazh që e shbën narrativën e pushtetit të tij të fortë, me një rënje dramatike në përqindjen e miratimit dhe me një shumicë dërmuese të votuesve që deklarojnë se ekonomia është në gjendje të mjerueshme. Ky sondazh e portretizon Trumpin jo si shpëtimtarin e Amerikës, por si simbolin e dështimit të pritshëm. Plot 76% e votuesve amerikan thonë se ekonomia është në një gjendje të keqe ose shumë të keqe, një shifër që nuk është regjistruar as gjatë krizave të mëdha të viteve 2008 apo 2020. Ironikisht, është pikërisht ekonomia fusha ku Trump pretendon superioritet dhe arritje historike, ajo që po e fundos më shpejt se çdo skandal tjetër. Edhe brenda elektoratit republikan, shenjat e lodhjes janë të dukshme. Përqindja e atyre që e mbështesin pa kushte ka rënë, ndërsa indeksi i përgjithshëm i miratimit të tij në nivel kombëtar është ulur në 41% krahasuar me 58% që e kundërshtojnë. Kjo diferencë nuk është më thjesht statistikore, është politike, morale dhe strategjike. Sondazhi shfaqet në një moment kur Trump përpiqet të rimarrë kontrollin e agjendës republikane, të shlyejë gjurmët e dështimeve gjatë pandemisë dhe të shpëtojë nga hetimet federale që po afrohen gjithnjë më pranë rrethit të tij të brendshëm. Dhe si për ironi, ky sondazh nuk është prodhimi ndonjë think tank liberal apo rrjeti mediatik progresist, është një verdikt nga Fox News, një mjet i fuqishëm propagandistik që e ndihmoi Trumpin të ngjitej në pushtet dhe mbrojtje edhe përballë absurditeteve më të mëdha. Shkaku i kësaj rënje është më shumë se sa një keq komunikim politik. Amerikanët janë duke ndjerë në jetën e përditshme goditjen e inflacionit, çmimeve të rritura për ushqime, qira, energji dhe një pasiguri të përgjithshme ekonomike. Dhe shumë prej tyre nuk janë më të gatshëm të dëgjojnë fjalimet të stërzjatura mbi Amerikën e Madhe përsëri, kur portofoli i tyre i vogël po të kurrët çdo ditë. Një Trump i dobësuar është lajm i madh për të gjithë botën, sepse kur Amerika është në krizë të brendshme, efekti dominon dihet menjëherë në tregjet globale, në aleancat ushtarake dhe në balancën e forcave në rajonet të brishta si Ballkani. Për vende si Shqipëria, që përpiqen të mbajnë një pozicion të qartë pro-perëndimor dhe të investojnë në stabilitet rajonal, përmes aleancës me SBA, çdo çarje në frontin amerikan përkthehet në pasiguri strategjike. Situata e tanishme e Donald Trump, me më pak mbështetje popullore dhe më shumë ego personale, paralajmëron se pasojat pa parashikueshme mund të ndodhin edhe për politikën e jashtme amerikane në rajonin tonë. Sondazhi i Fox News është më shumë se një reflektim i humorit publik, është një lajmërim se aleanca mes populizmit të ashpër dhe votuesit amerikan nuk është më aq e fortë sa më parë. Për botën që ndjek me tension çdo zhvillim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është një dritare për të kuptuar që Amerika, ashtu si çdo perandori tjetër në histori, është e prekshme dhe ndoshta pikërisht tani është më e brishtë se kurrë.